Ky është një problem shumë kompleks dhe pa e zgjidhur këtë nuk do ketë minimum frymarrje demokracia në Shqipëri. Le ta nis me pluralizmin. Ne politikisht kemi pluralizëm pa pas demokraci. Ashtu dhe mediatikisht kemi pluralizëm pa pas vërtetësi. Pra pluralizmi nuk është kusht as për demokracinë politik, as për vërtetësinë media. Shumë vërtet. Mund të jetë kusht i domosdoshëm, por nuk është kusht i mjaftueshëm. Pra nuk mjafton vetëm pluralizmi. Ne mund të kemi, siç tha zoti Shehi, shumë media për frym, por nuk kemi shumë zër apo shumë hulumtues që të kërkojnë me çdo kusht vërtetën. Kjo është e para. E dyta, unë dua ta shoh si problem kryesor, si faktor kryesor oligarkinë ekonomike. Sepse mediat, televizionet në Shqipëri janë pjesë organike e një sistemi ekonomik të kalbur, të kriminalizuar dhe të oligarkëzuar. Kjo është e vërteta e madhe. Cila media sot në Shqipëri do të mbijetonte pa statusin investitori strategjik të pronarit, pa lejen e ndërtimit pronarit, pa tenderin apo koncesionin që merr pronari. Ama nuk do të jetë justifikim. Nuk mund të jetë justifikim, po kjo është e vërteta. Cila media do të mbijetonte pa paratë e oligarkut që është pronari i saj dhe që e man median pa fitim, se këtu vetëm televizionet dhe skuadrat e futbollit janë biznese pa fitim, dhe vazhdon sepse e përdor median si një mënyrë për të kapur shtetin dhe për të përfituar të mira materiale që nuk i takojnë nga shteti. E treta, gjatë fushatave elektorale, parti kanë përshtypjen të gjitha përveç nesh lëvizjen bashk, blejnë kohën televizive. Ti she gjatë fushatës, kryetarin e një partie miz që del në prime time, 1 orë, 2 orë me gazetarët, a thua se është Edi Rama apo Sali Berisha. Lere më çfarë bëjnë këta tjerët pastaj. Rama me Berisha. Dhe pastaj ne fillojmë edhe merrem me politikanët. Çfarë bën Rama? Rama ankohet dhe thotë unë jam i diskriminuar i madh. Është nyja ku lidhen oligarkët në Shqipëri, është njeriu që kanë kontroll agjendën, linjën editoriale të shumicës dërmuese të televizioneve në Shqipëri. Dhe do të marr një shembull. Kur ishte muajt që ishte kulmi i skandalit të Belinda Ballukut. Kanë qenë muajt ku, po ju marrë rastin e Lëvizjes Bashkë, Lëvizja Bashkë është zhdukur pothuajse tërësisht nga media. Kaloi vala e Ballukut, filluan ftesat televizive. Pra, ato muajt e fundit të 2025 dhe fillimit 2026, bënim protestane, bënim aksione, përplasishim sikur s'po ndodhte asnjë gjë. Dhe kjo është drejt për drejt fuqia e Ramës dhe e Ballukut. Kur shkojmë te Berisha, pastaj Berisha duket si ata gazetarët e kohës diktaturës, që u lejohet kritikoheshin e një drejtor ndërmarrjeje. Po kupton? Pra te drejtori ndërmarrjes ai të sakatonte, po nuk u donte kurrë as i shkonte ndërmend të kritikonte partinë apo ministrin lere më të parit. Edhe Sali Berisha gjen ndonjë krahyer vërdall, ndonjë që është në, si puna oligarkëve, që është ish oligark ose është duke urrëzuar ose ndonjë media që ka rënë nga fiku dhe aty bën si i indinjuar. Ndërkohë që kur vjen puna te Klani apo te Top Channel apo te Vision Plusi apo te tjera televizione, të mëdha mbyll gojën dhe bën sikur nuk e sheh të vërtetën. Ne kemi rastet pafundme, sidomos kur flasim për oligarkët. Sot është më e thjeshtë që në media të kritikosh Edi Ramën se sa të përmendësh oligarkët dhe aferat e tyre me qeverinë. Ta mbyllin gojën qeveritarët vetëm kur ti u shkon tek lidhja e tyre me oligarkët. Ti sot mund dalësh e të kritikosh çfarë duash Edi Ramën, çfarë duash Sali Berishën, nëse nuk prek oligarkët. Po preke oligarkët. Pra po preke partnerët e tyre në krim, aty fillon autoritarizmi i vërtet. Ne kemi rastet pafundme me oligarkët. Po të marr një rast të freskët. Ishte dita 1 majit. Ne jemi e vetmja parti që flet për dredhët punëtorëve. 1 maj. Edhe qëlloi një nga përfaqësuesit tan, Jani Markën, profesor, e ftoi Top Channel-i. Hajtë flasim për dredhët e punëtorëve. Sigurisht, asnjë parti nuk shon përfaqësues për të folur për dredhët e punëtorëve. Me që jemi e vetmja parti, e ftuan Janin, fituat në fund aty ju. Vajti Jani aty dhe filloi të fliste për dredhët e punëtorëve dhe mori si shembull një nga aksionet tona më të mëdha të shkuarës tonë, mbështetjen që u kemi dhënë minatorëve të Bulqizës. Dhe tha në vitin 2019-2020, ne ishim bashkë minatorët e Bulqizës, luftojnë ata për liri sindikale, u bën 300-400 minatorë, themeluan një sindikat, por pronari minjerës, që qëllon të jetë dhe oligarku më i pasur në Shqipëri, Samir Mane, pushoi nga puna në mënyrë të jashtëligjshme kryetarin e sindikatës dhe 3 minatorë tjerë sindikalistë. Dhe sa përmendi emrin e oligarkut, u tjetërsua gazetari e shkret dhe nga emisioni kur e hudhën YouTube e kishin censuruar. E kishin prerë nga YouTube-i. Do të thonë, ai mund kishe sharë Edi Ramën 15 herë, nuk e vrau njëri mendi që ti priste gjuhën. Sa përmendi Samir Mane, ose po të përmendi një oligark tjetër, ku ti u shef qet kastratin, do ishte e njëjta gjë.
Do thënë, po të marrim, shiko, se situata është edhe qesharake. Për shumë, unë kam, përveç Klanit, që jam delezez të Klani, televizioni ku më kam dalë më pak prej një viti, më thënë që kam përthuj se një vit pa dalë, e di cili është? News 24. Edhe pse do thua është News 24? Se, jo, u bëja jo, në verë më duket që i morën godinën, edhe doli gjithë opozita edhe tha, ky Jurfani është heroi i fjalës lirë. Unë i thash, prit vëllezër, nuk heroi i fjalës lirë, ky është një oligark që çfarë nuk ka përfituar qeveri mbas qeverie. Madje, jo vetëm nga Edi Rama që nuk ka përfituar, po edhe nga Sali Berisha, se ka qenë një godin e konvikti i gjuhëve tuaja, ka bërë Universitet Zotria, ja dha Berisha përpara se të lindte pushteti. Dhe unë e përmenda, e kupton? E përmenda publikisht këtë gjë, Gjithve me varet tani se ti... Po të vërtetën, do të më thëmë vërtetën. Të vërtetën, dhe prej ati momenti, i lam duart me ta. Pra të bësh politik serioze, është e vështirë, por e vetmja mënyrë për ta bërë është ta thuash të vërtetën pa kursyer asgjë. Për ndryshe, jemi pjesë i teatrit madh ku thuen çerek vërteta, thuen gjysmë vërteta, dhe ato thuen për të mbuluar pjesën tjetër. Duhet kemi një raport shumë të qartë edhe të pastër me të vërtetën, me gjithë kostot që ajo vjen. Kur isha para një viti e gjysmë në Klan, atë debatin e famshëm me Fevziun, mund të kisha 7 veta kundra. Edhe përveç Fevziut që ishte i gjindosur, pse situar, i preka pronari. Por po erdi aty, sa që i thash i moment, tani, do më hidhesh... Fevza nuk gjindoset kush. Do më hidhesh në fyt fizikisht, ishin gjindosur të ata që kishte si gazetar aty, ishin dhe më tegër se Fevziu. Si guxon ti në shtëpin ton, prek pronarin ose prek reputacionin e televizionit. Ju thash një të vërtet, që aty u them. Dhe ti mund të ato që jashtë? Po jo më pse e thosh aty, sepse aty ishte çështja, ishim përfaqësues të partive të reja dhe do duhet flisnim me publikun për idetë tona dhe për qëndrimet tona. Dhe një nga gjërat që na ndante me partitë e tjera të reja ishte qëndrimi ndaj oligarkisë. Dhe nisa, ne kemi qëndrim shumë të qartë, kritik, kundërshtues ndaj oligarkisë ekonomike, ja ku jemi në televizion e një prej oligarkëve më të rëndësishëm të Shqipërisë, hajde ta themi të vërtetën. U xhindos Fevziu, u xhindosën gazetarët e Fevziut, u xhindosën edhe kolegët e partive të reja, që po të mos kishte kamera, ku që i ti që do bënin, në atë emision. Pra ne po them, mediat ka nevoj për të kaluar e vërteta për mes tyre. Kemi nevoj për gazetari të mirë investiguse. Ka raste gazetarë që investigojnë. Problemi që nuk kanë hapësirë, nuk kanë ku e thonë atë gjë. Nuk kanë ku e thonë, sepse ose oligarkia ekonomike, ose pushteti politik, nga njëherë, praj sa i shkon takati, edhe PD-ja, bëjnë çështë e mundur që t'i mbyllin gojën njerëzve që duan të thonë të vërtetat e mëdha.